Ka një garë të paepur mes kolegëve të opozitës për ta nxirrë Shqipërinë sa më shumë. Dhe kulmi i kësaj ishte një prua psiqik që u dëgjua në një nga sallat e Parlamentit Evropian dhe që t'ju them të drejtën nuk turpron vetëm atë person, sepse personi tani më nuk mban më përgjegjësi për gjithçka bën e gjithçka thot. Por gjova dhe kolegen parafolse këtu që me shumë pathos tha që Shqipëria është e fundit këtu, atje ma tanë, ka i raporti atje. Madje ju referua dhe një raporti të Parlamentit Evropian, është raport vjetor i propozuar nga një mik shumë i mirë i Shqipërisë. Të drejtën personalisht e njoh Andreas Schiederin prej 20 vitesh. E kam pasur mik që kur drejtonte Departamentin e Marrëdhënieve me Jashtë të socialistëve austriak. Dhe po është mik pa parti. Flamur nuk i kupton ti këto, ta mbarojmë këtë pjesë. Po flas me Joritën. Po jo, këtë pjesë nuk e njeh domun. Po e di, dakord. Ti je i gjithanshëm dhe Andreas Schiederi në fjalën e tij, në një fjali të vetme, tha gjithçka që kishte dashur tonte në raport. Tha se Shqipëria mund të quhet pa asnjë dyshim vendi udhëheqës, front runner, vendi parë në mes atyre që vrapojnë për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Dhe unë po i referohem fjalës. Dhe hap thojzat, Albania can proudly be called a front runner among the EU accession candidates. Nuk kam asnjë dyshim, po të ta bëj qefin, nuk kam asnjë dyshim që Malizi është pak para nesh, sepse Malizi u bë ose i hapi bisedimet për antarësim vitin 2012. Ne në vitin 2012 nuk na jepnin dot as statusin e vendit kandidat. Dhe unë kur folët ju zonjë nuk bëra asnjë zhurmë.